Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj si mamie në një spital shtetëror dhe shokohem çdo ditë nga ajo që shoh. Që kur kam filluar punë si mamie në maternitetin e spitalit shtetëror, çdo mëngjes e nis me të njëjtën ndjesi. Një përzierje lodhje, kurajo dhe një frikë të lehtë se çfarë më pret pas portës së bardhë të repartit. Unë quhem Tina, jam 34 vjeçe dhe prej 8 vitesh punoj në këtë vend ku gëzimi dhe tragjedia ecin gjithmonë krah për krah. Sa po hyj në korridor, bëre aromën karakteristike të dezinfektuesit të lirë që ne përdorim. Në mur, ora e vogël me akrep të ndaluar tregon të njëjtën orë që nga dita kur kam hyrë për të parë aty. Askush nuk e ka ndërruar. Por tek ne ka shumë gjëra që nuk ndreqen, jo vetëm ora. Vesh përparsen e bardhë, mbledh flokët dhe nis vizitën e turnit. Tina, kemi 2 raste urgjente, më thot Arta, kolegja ime e ngushtë. Sytë e saj të lodhur flasin më shumë se fjalët. Në sallën e lindjes më pret një grua e re, Letja, vetëm 19 vjeçe. Dridhej nga frika, ndonë se dhimbjet i kishte më të forta se çdo gjë tjetër. Do t'ja dalësh, i pëshpërita duke i mbajtur dorën. Ajo vetëm tundi kokën. Nuk kam njëri këtu, më tha. Kjo nuk më habiti, shumë gravim vetëm. Shumë burra ikin sa po fillojnë dhimbjet. E kam parë shpesh. Ledja derdhë dhe lot teksa unë e ndihmoja të shtynte. Mes britmave dhe fjalëve inkurajuese, një bebush i vogël, i lagur dhe i çliruar nga errësira e barkut nisi të qante. Ajo i qara e vogël më prek gjithmonë njësoj. Ledja qeshi mes lotësh, faleminderit Tina, më shpëtove. Në ato momente unë ndjej vërtet arsyen pse jam këtu. Edhe në kaosin më të madh, lindja mbetet një mrekulli. Mirë po në dhomën ngjitur, nata kishte një histori tjetër. Një grua rreth të 30-tave erdhi pa dokumenta dhe pas kënd që ta shoqëronte. Po humbiste shumë gjak. Mjeku i turnit ishte me 2 raste urgjente të tjera. Më la mua të monitoroja gjendjen derisa të vinte. Mbaje presionin, i përsërisja unë vetes. Mos humb fokusin Tina, por rajet e zemrës së saj sa vinin dhe binin. Ajo po bëhej shumë e zbet, më shumë në çdo minutë. I flisja që të më dëgjonte, që të mos mbyllte syt. Tregohesha e fortë për të, por e dija që situata ishte shumë e mpret. Kur mjeku erdhi, më pa drejt në sy dhe më tha troç, po u mbasim kohë, duhet operim urgjent. Dhe kështu me vrapet shuam drejt sallës së operimit. Ajo mbijetoi, por shumë pak njerëz do ta dinë se sa pranë kishte qenë pranë vdekjes. Madje as ajo vet nuk e mori vesh. Por çfarë më ka tronditur vërtet atë ditë nuk ishte as mrekullia e Ledjas dhe as lufta e gruas që po humbiste gjak. Ishte një ngjarje brenda korridoreve të spitalit që e kisha dëgjuar gjithmonë vetëm si tash e them. Një baba i ri, i dehur, hyri në maternitet duke bërtitur. Kam ardhur të marr djalin, kam paguar. Unë ngriva. Koleget e tërhoqën me një anë, por ai vazhdonte të bërtiste. Më vonë mora vesh se kërkonte fëmijën e një gruaje tjetër, një gruaj që kishte vendosur ta jepte për adoptim të palishëm. Çfarë u tha, çfarë u bë dhe çfarë u fshe. Asnjëherë nuk më është treguar deri në fund. Por atë ditë kuptova se sa shumë ndodh pas dyerve të bardha, gjëra që ne nuk i themi dot as në shtëpi. Gjëra që na rëndojnë ndërgjegjen dhe na bëjnë të pyesim veten nëse jemi pjesë e zgjidhjes apo jemi pjesë e problemit. Kur dole jashtë spitalit, dielli po perëndonte. Rrobat e mia të bardha merrnin erën e djersës, të mjaltit, të aminiakut dhe të frikës së përzier me shpresë. Mund të duket e çuditshme, por nuk jam penduar kurrë për këtë punë. Edhe pse çdo ditë më trondit, më lodh dhe më thyem pak nga pak. Ajo më kujton se jeta është e brisht, e fortë dhe e çuditshme njëkohësisht. Dhe unë, Tina, jam dëshmimtare e saj në çdo lindje, në çdo britëm, në çdo të qeshur dhe në çdo heshtje të rëndë që shpesh flet më shumë se fjalët.